Përshëndetje miq, që sonte kemi një histori sportive, një rrugtim plot disiplinë, karakter dhe lëvizje në skuadra të ndryshme. Nga Beslidhja tek Vllaznia, Kukshi, Tirana, Flamurtari, Kastrioti, e sot në pankinën e Ilirisë fushkrues. Karriera e tij flet vetë. Ne kemi titulluar nga fusha e Blerë tek drejtimi i pankinës, udhëtimi sportiv si një lideri. I ftuar me ne sonte është zoti Dritan Smajli, ish mbrojtës i njohur i futbollit shqiptar dhe trajneri që po ngjit me ritëm dhe vizion një skuadër të re drejt elitës së futbollit shqiptar dhe pikërisht lirinë e fushkrues. Dritan, mirë se erdhe. Mirë se gjeta dhe faleminderit për ftesën. Spari do doja ta nisja me një histori të shkurtër tëndën. Si nisi rruga, udhëtimi juaj futbollistik? Shiko, si gjithë fëmijët, nga rruga, nga ato borët e shtëpisë, unë ndoshta e kam fillu diçka më ndryshe përveç rrugës dhe oborrit shtëpisë. Unë e kam nis ose i kam ra topit për herë të parë në stacion trenit. Pra këtë më men. Pravësisht në çfarë moshe? Mund të ketë qenë diku te 4-5 vjeç. Ndoshta diçka më e madhe, diku te 7 vjeç mund të kem qenë. Pra aty kemi luajtur, aty e kemi nis, kemi qenë një lagje shumë e madhe, me shumë fëmijë. Por tani gjithë janë shpërndarë, dikush është jashtë shtetit, dikush punë të tyre, por kujtesa të çon aty. Na çon aty sepse aty realisht aty e kam filluar për t'i ra topit për herë të parë në stacion trenit dhe më duket nganjëherë kur kaloj nga stacioni ose kur e shoh nga shtëpia, sepse stacioni nga shtëpia ime duket komplet, them me vete kjo është mini stadiumi i vogël i Lezhës. Një koincidencë e bukur tek stacioni i trenit. Treni asaj kohe ishte për të transportuar udhëtar, dhe sa duket një parandjenje hershme e juaj që do t'ju ndjekin pas. Tifozëri e shumët? Po patjetër. Shiko, kur e filloi fëmijë nuk e din se pra ti nuk mendon që çfarë mund të sjellin futbolli. Këtë nuk e mendon. Thjesht i del që të zbavitesh, të luash me fëmijë të tjerë, të kënaqesh dhe të shkosh në shtëpi, të shkosh paq i lumtur sepse ti ke luajtur me fëmijë dhe je kënaq dhe kaq, por nuk është se ti mendon kaq të në atë moshë që futbolli mund të sjellin dikur, mund të bëhesh një emër i njohur apo mund të sjellin të mira materiale. Këtë nuk mund ta mendosh 7 vjeç përveç se të zbavitesh e të luash e të kënaqesh. Si gjitha gjeneratat, ju ka rënë ta filloni me top leske, pastaj top allastiku, pastaj vonë kanë ardhur në kuptim si mas moshës. Shiko, ne kemi pas i fat mall. Son nuk mund tash unë do t'i përmend, shpresoj mos të harroj ndonjë emër. Kemi pas një fat për ne, thashë kemi filluar në stacion trenit, sepse ne kemi qenë shumë të lidhur, jemi dhe sot. Për shembull me fëmijët e Prek Pietrushit, me fëmijët e Angel Pietrushit. Kemi pas nga krahu tjetër disa dhe nuk jetojnë prindët e tyre, por kemi qenë një komunitet, po themi, në sportiv. Dashamirës për sportin dhe ishte preka që na bitën nga një herë topa olimpik janë quajtur në aso kohë. Po, sepse preka ishte në detyrë diku, ishte në detyrë të lartë, domethënë, dhe na sillte top ai për të luajtur ne. Domethënë u bashëm diku te 30-40 vjet për të luajtur një top olimpik. Pastaj kur ikshim nga stacioni normalisht që nanave tona ju thoshim që na bani një top kështu leckë për të luajtur në borra, se s'kishte topa, dhe këto ishin kushtet. Pra, ju e thatë një emër Prek Pietrushi për audiencën, është ish gjyqtar i njohur i Shqipërisë, ndërkohë ka mbajtur edhe pozicione ose detyra të ndryshme funksionale të larta pranë Federatës Shqiptare të Futbollit dhe ka qenë arbitër ndërkombëtar bashkë me Angelin dhe dinastia Pietrushin. Në dijenin time ka rreth 7 ose 9 gjyqtarë, mos gaboj unë. Po, shumë ka dhe shumë respekte për këtë mbiemër të madh. Që i ka dhënë shumë sektorit të arbitrimit, por dhe sportit në Lezhë. Përpos prekës, pra që një farë mënyrë ju ka gëzuar, si me thanë para kohë me ato topat bukur, kush ka qenë indicia ose shkëndia e parë në familje apo ndonjë profesor, mësues si? Shikon, kam pas dhe vllain futbollist. Maj men, dhe më thanë diku të 9 vjeç ose 10, tash se nuk jam shumë i sakt,
unë shkoja duke pas të vitit e Beslidhjes. Pra vllai im ka qenë brezi i lënë për loshit, i pandush pa loks, i shkelzën keqit, Sajmir Kols. Një gjenerate shumë e suksesshme. Ka qenë, po themi, brezi ndër brezat më të artë. Më rezultativ të Beslidhjes për vite. Lul Gjeloshi, se tash unë më harroj, se unë nuk mund të rri pa për me në emra, po emra do të përdojmë dhe vjen shumë keq në një që mund të harroj. Po kërkojmë ndjes pasi vitet bëjnë punën e tyre në kuptimin. Dhe unë gjithmonë shkoja ndjekja dhe së vitet, dhe më thonë bëjnë fjalë, thash rreth moshës, 9 ose 10 vjeç mund të kem qenë. Për ti modestis vllai juaj emri vllajtues. Ardian Smajli, dashi kanë pathirë në Lezhë, pati fatin e keq se u dëmtu shpejt, dhe pastaj mori rrugët e emigrimit. Aty kam fillu të kuptoj pak se qa do të thot futboll, pra, ose si duhet stërvitesh, ose qanë stërvitja për të bën futbollist. Jo se kuptosha me detaje, por filloj ajo ideja që ta filloj edhe unë stërvitjen, se deri në atë moshë nuk isha stërvit fare, përveç se lushim stacion treni. Luani me moshatarët, ndoshta edhe pak më të rritur se sa ju, por lushin në Laç. Po, dhe mas i marroshin stërvitin, ma i mend dhe këte që 3-4 vetëve ju merrsha çantat dhe u shpëndasha në për shtëpia unë. Se dashim me dalë me pi kafe njëri me tjetrin, edhe më thoshin vllai dashit, merr çantat ndaj qa të shtëpia, të kishin destinacionet gjithë lojtarët, vllai jem ka qenë Pietrushi, Ardian Pietrushi, Sajmir Kola, dhe më thanja u shpëndasha unë çantat në për shtëpia. Dhe realisht unë isha i kënaqur se thosha jam të moj çantën në filanit. Sepse dita shtunë ishte festë në Lezhë. Domethënë vishin as shumë njerëz, saqë ne s'kishim ku më nejt, por ne ishim fëmijë dhe gjashim nga një vrim për të fut stadium. Dhe këta ishin idhuj tonë, gjithë pa diskutim. Ky brez, por edhe brez e tjera, se nuk duhet harrojmë, ka edhe brez e tjera. Por ky brez ishte me të vërtet brez i ardhë dhe ne i kishim idhuj dhe me zi. Po patjetër, ne me zi për ishim ditën e shtunë për t'i pa. Stadiumi nuk u bate fjalë, 2 orë pare ishte plot. Që ka ndikuar më vonë në perceptimin tuaj, pastaj? Ishte, dhe më thanë, aty fillova me pëlqy këte punë. Dhe ku shifsha duke stëvit, profesor Vasilin, për shembull, Vasil Bicin, profesor të ndjerin, Nikolin Lorencin. Fillova më hynin që dhe maj kujtoj. Kush ka qenë, po themi ne, trajneri i parë që u ka rreshtuar? Shikoj, në atë kohë ka pas dhe klasa sportive. Po, Lezhë ka patur klasa sportive, po, pastaj u ndërprej, nuk e di arsyen, por u ndërprej. Dhe unë sa po kisha fillu, madje në klasat sportive, u ndërprej dhe nuk e di qa ndolli dhe pse ndolli, në fakt. Dhe pranej Lezhë ka prodhu shumë futbollista në ndër vite. Skuadra sportive ndër vite ka ndikuar shumë pozitivisht në nxjerrjen e një gjenerate të tërë, gjenerat futbollistësh. Dhe trajneri i parë ka qenë Sokol Pelingu. I ndjeri sot. Jo, Sokoli, jo Cufi. Jo Cufi, më fa. Cufi, ndjeri, pastaj edhe ai më ka trajnu, për i pari ka qenë Sokol Pelingu. Sokol Pelingu. Dhe aty realisht 11-12 vjeç nuk kam qenë ma, aty kam fillu dhe ty po themi te ajo ideja të lujtunit futbol. Ose te ajo ideja se që do të thot që ti të lush futbol pra ty të stërvitesh dhe të lush futbol, sepse asgjë nuk ishte e thjesht nga jo e para 4 viteve që ne u knaqim stacion tren, pra s'kishte lidhje fare, përveç se u knaqim, edhe hashim buke vaj me krejt. Se s'kishim as mundësi tjera për të hangër. Dhe ka qenë iniciator që unë të vazhdoja këtë punë. Sokol Pelingu ka qenë i pari. Pra, periuda kur ju ka marrë po themi ne, në trajnim Sokol Pelingu, daton me periudën kur ju ndatë, mi fjalë, po themi ne, kënaqësitë fëminore me fillimin ose të kuptuarit e të luajturit futboll. Po, është e vërtet. Dhe tjetra është që nuk duhet ta harroj, mbas Sokol Pelingut, kam pas Vesel Sokolin, profesor Vesel Sokolin, trajner tek fëmijë para triu që ushin në atë kohë. Pra tash e quhen U17. U17, 15-17, po para 30, atëherë pastaj 30, pastaj 15 fëmijë para triu që ushin. Jam shumë mirë njerëz pa diskutim, edhe aty fillova të marr
shumë ma tepër njohuri tek pjesa e futbollit. Rritja dhe moshës ndikojnë në... Po, patjetër. Fillon pjekuria, fillon e kupton shumë gjana. Konceptet e skemat e... Dhe jam njës pa diskutim, edhe për Sër Veselit, sepse pastaj unë jam shkut nga Lezhë për i periudhë goxhat gjatë, domethënë nga 15 vjeç diku te 7-8 vjet kam qenë, 4 vite i kam të shkolla e mjeshtrisë. Pastaj kam luajtur një vit në Lezhë, jam kthy një vit në Lezhë dhe prapë emigrova, shkova në Kruj, u ktheva në Lezhë, pastaj është rruga që shkoj në Shkodër e filloi dhe kapi, po them. Kjo periudha e largimit përkohshëm nga Lezhë përkon edhe me një periudhë kur ju jeni thirrur edhe në ekipet përfaqësuese të kombëtarës të moshave. Po, është e vërtetë. Cilat kanë qenë emocionet tuaja të para kur Dritan Smajli thirret me ekipet e moshave, me ekipin kombëtar, keni veshur fanelën e ekipit kombëtar? Është privilegj ky? Shiko, realisht unë nuk e mendoja, nuk e perceptoja dot se çfarë do të thotë që ti ishe lojtar i moshave të kombëtarës. Një gjosha nëpër tavolina apo nëpër ambiente që me kombëtarën shkojnë vetëm ata që i rrinë në Tiranë, sepse janë synin e trajnerave të kombëtarës. Di që ka ardhur personalisht Astrid Maçi, profesor Astrid Maçi, ka qenë trajneri im i moshave, bashkë me Bujar Lubanin. Dhe ai më ka thonë vetëm kaq, që ti për mu vlen, pra lusha me trajner kisha për Sër Veselin, ti për mu vlen, por ti duhet shkosh, ose duhet vishëm, tha mu, me patjetër të shkolla e mjeshtrisë. Sepse stërvitjet ndryshojnë, trajnimi tjetër ka koncept tjetër, disiplina tjetër gjë. Pra ti duhet vish patjetër atje, sepse ishte edhe trajner vetë tek Shkëndia, tek shkolla e mjeshtrisë, dhe duhet që të kemë, tha aty, sepse shot diçka tek ti. Ka qenë për sortiti që jam mirënjohës gjithë jetën e jetës, ati njeriu. Njeri drejt, njeri që t'jep të hakun atë sa meriton. Me atë nuk ishin krahinët në konceptin e tij. Jo, nuk ishte shanse. Ishte vetëm fusha individi. Tashti unë nuk e mendosha kur që do shkoja te kombëtarja, ishte ai, erdhi, pau, një neshe kemi zhvilluar ne me Dinamo, ka qenë nesha, pra Dinamo Beslidha paratrit, fëmijë paratrit, dhe nga thonë tekstualisht ti duhet vish patjetër tek shkolla e mjeshtrisë, nëse ti do më bën futbollist, nëse s'do më bën, jo se nuk do bënsha, po themi në Lezhë, sepse unë isha arrit me atë idenë që unë o do shkoj deri në fund s'ka kësaj punët. Por ai kishte qejf që të ishim të synin e tij, të stërviqim nga 2-3 seanca në ditë, se këtë mirë ka pas. Shkolla e mjeshtrisë tek kompleksi Skënder Halili. Po, këtë të mirë ka pas, sepse ti kishe vetëm bukë stërvitje, nuk kishe asgjë tjetër. Dhe normalisht ka qenë emocion jashtëzakonisht i madh, sepse kur kam vesh fanelën e kombëtarës, akoma nuk arrisha me kuptu. Nuk e besoj. Jo, po nuk e besoja se nuk e dija se çfarë do të thotë me të vërtetë. Pastaj kur kemi filluar me kënu himnin kundër grekëve, kundër turqëve, kundër Azerbajxhanit, se këto kemi pas në grup me U15-ën, normalisht emocioni pastaj është ai që ka provu, ai e di se çfarë emocioni është, pa diskutim. Po tash emocione kemi dhe ne si futboldashës kur e shohim kombëtarën, jo ju që e keni prekur. Dhe gradualisht filloi Dritan Smali në karrierën tuaj futbollistike ju ka çluar që të luani në ekipet elitare të futbollit shqiptar. Madje tek Vllaznia dhe tek Kuksi keni luajtur edhe ndeshje ndërkombëtare. Kam dëshirë ta filloj jo për çështje gjeografike, por kam dëshirë ta filloj tek Vllaznia. Keni qëndruar mos gabojmë 5 vjet tek Vllaznia. Si shkuat tek Vllaznia dhe si keni kaluar ato 5 vite? Çfarë kujtoni nga ajo kohë? Tash do mundohem ta përmbledh, jo shumë shkurt sepse janë 5 vite, janë karriere suksesshme, janë ndeshje jo vetëm kombëtare, por edhe ndërkombëtare për Kupat e Evropës. Kështu që do mundohem ta përmbledh që
sepse të flasësh për këtë periudhë, ndoshta duhet deri. Është periudha më e artë e juja, që t'jemi korrekt me. Është periudha më e artë, është e vërtet, por jo se nuk kam një periudhë të artë edhe me Beslidhin, para se të shkoj te Vllaznia. Kur kam marrë tek Beslidhja, unë isha te Kastrioti i Krujës. Pra ne hymë në Super League dhe në atë kohë ka qenë Agustin Uldeda i president. Dhe ishte ai, se unë fare mirë mund të qëndrosh në Super League te Kastrioti. Unë kisha 2 vite që po luaj aty. Edhe më tha që kemi projekt ambicioz për tek Beslidhja, ishim kategori 2, pra ishte në 2 në Lezhë, jo në Super League. S'ka pas superior atëherë? Nuk ka pas superior, pra kategori e parë, kategoria 2. Edhe mlolli gjithë Lezhën. Ma i men kemi qenë gjithë Lezhën kemi qenë atë vit me Agustin Uldeden. Mund të kemi pas 3 deri në 4 Japanqi, ka qenë Arbri Gersi Arbri i Liberatit, një nga Cerriku, një Korçan, mos ka ky Gentian Liçi ai. Jo. Ka më vonë. Roshi i Elbasanit. Roshi, po Klevis Roshi. Kena pas një nga Cerriku, Basriu mos gabon. Basriu vjen pas, po. Kemi 3-4 lojta. Edhe Shala, qendrëmbrojtësi. Si mos t'i harroj. Edhe ishim gjithë tjerët ishim lojta, edhe i mlolli Agustini. Unë mlollëm gjithë. Edhe atë vit kemi dalë në Super League. Nuk e di se çfarë ndolli, çështja e privatizimit të klubit dhe Agustini u largu nga drejtimi i Beslidhjes. Dhe i doli për zot kryetari i bashkisë. Ish kryetari Viktor Tushen, apo Gjokjaku, po. Të cilin e falenderoj jashtëzakonisht shumë, sepse unë mendova që Beslidhja nuk po ndërtohet më. Pra iku Agustini thash, gjinaf, unë mlodhëm gjithë Lezhën këtu, për i mos marrëveshjet, thash po prishet Beslidhja prap. Prap po emigrojmë ne, kupton? Por jo, du ta falenderoj Gjokjakun, ish kryetarin e bashkisë, e mblodhi skuadrën, mblodhi klubin. Ai është pasionant i jashtëzakonshëm i futbollit. Jashtëzakonisht shumë. Për hir të realitetit. E ndërtoi në mënyrë fantastike. Dhe kemi luajtur një sezon në Super League, pra në kategorinë e parë në atë kohë. Ne kemi rënë nga kategoria, por na është bën një padrejtësi jashtëzakonisht të madhe. Sepse asnjëri këtu nuk e përmend. Unë nuk duhet përmend skuadra, por atë vit Beslidhja nuk e meritohet me kategoria, por na u bën një padrejtësi jashtëzakonisht të madhe. Kur Beslidhja ka rënë nga kategoria. Janë banja 2-3 neshe jo të drejta në Damtonin. Neshe me Beratin, mos gabojmë. Jo, ka qenë nesha me Tiranën këtu, ne kemi mund Tiranën, por nuk u donte X skuadër me fitu diku jashtë. Ajo fitoi nejsen. U bën një skenar që u rrëzu Beslidhja. U dëmtu Beslidhja. U dëmtu padrejtësisht. Dhe këtë e them me pasetin më të madhe. Di dhe këtë që Vllaznia po mdjekte. Kishte qenë 2-3 herë njerëz, presidenti Valter Fushaj, për të mparë. Një ndër to ka qenë ndeshja kundër Vllaznisë 2-2 në Lezhë, një stadium me të mbushur, nuk e kisha pasur herë vetëm kohët e arta, që të thash brezi i Përloshit, e Xheloshit e tjerë me radhë. Dhe nesha me Tiranën, pastaj pra mbasi ata kishin ardhur 2-3 ndeshje. U zhvillu nesha me Vllaznin kundërshtar. Unë me Vllaznin, më shkoj neshja jashtëzakonisht mirë. Neshja me Tiranën, ma i men, ishim të grumullu në Shëngjin, dhe unë rria në dhomë me profesor Alket Krujen. Unë e kam shumë mik, e kam shumë shok. Edhe më thot, a du me ta thoni gjapo, isha i ri, a kuptan. Unë nuk e di akoma se që do të thote kjo, marrë me të pa dikush, se do me të marrë diku, alo nuk e kisha këtë ide, isha djalleri. Këta ishin pjekon dhe më thot, Alketi, a du me ta thoni muhabet, ju thash, ma thuj, qa muhabeti, se mos i kam pona ku i gja, unë kisha frikë, qa muhabeti. Çfarë gabimi mund kishe bë? Qa mund kisha bë unë? Thuj me thash, qa problem? Man, tha mos e emocional, ne, po thuj e burri, tha mon, se... A ka lidhë me futbolin, po thuj e, tha mon, s'ka. Thuj e, Tha do të vinë me të pa, filane. Nërta ka qenë dhe Plori, që sot është trajneri i Beslidhjes, ka qenë ish drejtori i akademisë të Vllaznisë Kujtim Shaba. Dhe këta kanë dhënë okejn që unë
Këta ishin të bindën që unë vleja për të vllaznia. Edhe kam prit marrojnë kampionati, pra nuk u largova në janar, mu më kërkun që në janar. Po vllaznia dhe më tha, zoti Gjak Jakov më s'maj tha mëllë e këta vit këtu, sepse vllaznin tha aty e ke shko në verë, ta bon zoti Martha, nuk do të pengoj. Edhe u binda që të qëndroja, dhe jam largu në verë, pra nga Beslia kam shku, tek vëre nuk ka qenë periudhë e lehtë. Unë më kishin thonë shumë njerëz që vllaznia ose klubi vllaznia është klubi vështirë, ka presion, është ky, është aja, nej. Dhe të fundit që unë kam pyet ka qenë Lën Përloshi. I kam thonë, o Lën, duhet më tregu diçka, i thash të drejtë. A ja vlen të shkojnë të vllaznia, pra, a ma jep, sepse aja kishte provu. Pëlqimin, po themi ne. Jo, a ja vlen të më thonë, a mendon ti që unë mund të eci për para, sepse mu shumë njerëz po më thojnë, jo ka presion, jo kështu, ndërkohë që ishte një ndër ëndrat e mia. Vllaznia. Vllaznia ishte ëndra jeme për të shku. Unë nuk e besoja që ata të më kërku mu. Se edhe në shkollë mështisë rria, duke ju thonë shokëve të klasë e të ekipit, kur do lozën me vllaznin, kur do lozën me ekip. Ëndër pas. Jo, kisha ëndër. Edhe i thoja me vete, basha nga 3 seanca në ditë, stërvitje, 3. Shokët e mi bashin 2, basha 3. Dhe i thosha, o, do shkoj atjo, s'ka. Edhe i thamë Përloshit, si me ndonë ti, edhe më ka thonë kash, në qofë se ti do më ba futbolist, do më ecë për para, shko të vllaznia. Aty testoje vetën ti, se e ke testu vetin, edhe të Lesha, ma edhe të Beslia, edhe të Kastrioti, e ke testu vetin, nuk e që testo ma. Duhet një start. Ty tash i duhet i shkallë ma lartë, shko testoje vetën. Je apo si e? Edhe shkova. Rali shkova, edhe... Trajner ka qenë asë kohë? Agim Canaj. Agim Canaj. Trajner Armando Cungu. Agim Canaj ja di shumë për nderë, për i fakt. Më kam shtetë jashtë zakonisht shumë. Dhe ishte, është prapë sot e kësaj dite. Trajner jashtë zakonisht i drejtë. Dhe unë kam pas fatin që kam punu me tillë trajnera dhe jam munu që të marrë nga këta trajnera që ti t'jesh i drejtë dhe t'japish hakun që se cilit. Se nuk ka qenë letën me Lejtë Shkodër. Kam gjetë ajke në futbollit, shqiptar kam gjetë atje. Me Sinan, me Lic, me Grim, me Beqir, me Doq, me Safetos, me Belish. Dhe më dhanë ishin aqë shumë, sa thosh, a thu kam për të lujtë në herë. A thu do m'jepet mundësia. Të ka shkuar ndërmend se ndoshta bëna jo mirë se erdha, me këto emra. Natyrisht, pa ja thënë do kujt. Sepse vllaznia gjithmonë do të titullin kampion, do të kupën e Shqipërisë, pjesëmarrën Kupën e Europës. Ishte, domethënë, klub që do vetëm trofe. Dhe unë kur shifsha këto emra, kur kam dalë ditën e parë në stërvitje, thash, a thu do ke mundësi, të lozë në herë, por më beso kam punu aq shumë. Kam fol aq pak, sa rrallë mund të ketë, dhe nuk di me e gjetë një dytë, sot, nështë në gjithë Shqipërinë. Dhe më kam punu aq shumë dhe kam fol aq pak, sa që në fund, pastaj arrita me realizua ëndrën time. Ëndra jeme ishte me lujtë për vllaznin, me lanë gjithë shka për atë klub, për atë qytet, sepse kuptova shumë se çfarë do të thotë fjala futboll për atë qytet. Atë shumë i doshin ata, për atë shumë ata i doshin, sidomos Jabanxhit, sepse unë fillova duke ndjellur si Venali pastaj. Fillun shkodon të më thonë, ti nuk je ma, e ke përjardin në Leknes, unë jam përjardin e kam nga Malësia Madhe. Edhe më thoshin shkodron që mos tu i ma jam prej Lezhët. Ama pas janë bindur se ti bën aty, prandaj, se mos ishin bindur, nuk ti që ofru ata. Viti parë ka qenë i vështirë, shumë i vështirë. Pra, unë kam dëru çdo presion, në është allë na jo ofendim, se normal. Janë normale, mërna jo normale. Janë normale, por unë e dosh aq shumë atë fanel, më thonë drejten, sa që asnjëherë nuk më shkote në mend që kam për ta hek. Asnjëherë. Thosha me vete unë këtë fanel, do stërvitem me këtë fanel, do bajneshe me këtë fanel, edhe do flaj me këtë fanel. Aq shumë e kam dashur, edhe e du, unë nuk mund ta fsheh. Unë jam shumë fanatik, tifoz i vllaznisë. Jo se jam i Besia është e para, por nga që vllaznia ka luajtur gjithmonë nivele të larta, se Beslia ka pas ata ulje ngritjet e veta, brezat sikur filluan u prishën Lezhë. Edhe Lezhë shumë ka pas tifozat vllaznisë. Se
nga njerë kanë thënë jo derbi, jo shkojmë keq, jo arnej, jo kënej, por në fund, kur Beslidha nuk ishte në Super League, gjithë lesha shkodën në Vllaznin. Po kjo në fakt. Këna ne në shije, në borë, në aku për të Vllaznin. Kështu që unë për atë klub vetëm jetën nuk e kam dhënë, por atë klubun e du jashtëzakonisht shumë, siç duhet dhe Beslidhen pa diskutim. Për Beslidhen do të kalojmë një pikë të veçantë e kam në projektin e pyetjeve. Nga vllaznia e madhe, vllaznia e sukseseve, një projekt tjetër ambicioz ju ofrua, ndërkohë që Kuksi u ndit në ekipet elitare dhe oferta tjetër, programi tjetër, projekti tjetër për Kuksin. Unë nga vllaznia nuk doja të largoja kurrë. Mbas 5 viteve, sepse 3 vite ka qenë president shumë i nderumi Valter Fushaj. Më ka dashur jashtëzakonisht shumë, ka respekt për atë njeri që do dhe futbollin shumë dhe Allah shumë për vllaznin. Mas 3 viteve ka ardhur në drejtimin e vllaznisë, ka ardhur dhe bashkia. Një vit na ka marrë bashkia dhe një vit bashkia i Allah në administrim Agron Qelës, president. Agon Channel. Po, Indjeri Tan Bushati, trajner. Pra bëhen fjalë për vitin e 5. Unë të vllaznia nuk kam shku që ta kuptojnë gjithë. Unë në vllaznia s'kam bërë pazar kur. Kush është pazari? Pra, unë po t'jap kaq, jo unë du kaq. Në kuptimin për shku për të luajtur, pra për të marrë pagë. Pra unë gjithmonë i kam thënë edhe Valterit, i kam thënë që sa doni, sa më nori ju që vlejon, më jepni sa doni ju. Unë s'kam bërë pazar kur. Ke shku për një pasion, për një ideal dhe për një qëllim, që Fare. për të luajtur me vllaznin. Shqyqyr Zotit. Për të dhënë në fush. Po, shqyqyr Zotit gjithë janë gjallësat. Kur si kam thënë, sidomos në Shkodër, asnjëherë, sa vlejon, unë mendoj që vlen kaq. Okej, vazhdojmë. Ka ardhur viti tjetër, ma kanë shtu vetë. Nuk kam pas nevojë mi thanun as Valterit që po ja të mon pak o burr. Nuk jam kanë xheloz kur për lojtar të tjerë. Ndoshta lojtar të tjerë mirëshin ka 5 edhe 10 fishin tani. Në Shkodër e kanë marrë 5 fishin, 10 fishin. Kur s'jam kanë xheloz. Gjithmonë kam pa fushin, kam thonë do vinë. Do shohin njerëzit, do më shtesin, do vinë momenti që allon do hyj po themi të rangu, jo për të bëj pasën, jo. Po për të marrë sa do pak djersën teme. Kështu që kurse viti 5 pastaj ka qenë vit shumë i vështirë. Vllaznia ne po rrezikoshim edhe më rapër nga kategoria. U largun lejtar, nuk ishte financa më të konsiderueshme për të marrë lejtar dhe po rrezikoshim për të rënë nga kategoria dhe kena shpëtuar 2 javë të fundit të kampionatit. Edhe doshin që me fillu me rindërtu skuadrën allëherë për vitin tjetër. Shpëtum para nga kategoria, ma i men kemi ba një fitore në Fier, që shpëtum. Dhe unë i kam thënë tekstualisht shumë Agron Qelës. Ti i kam thënë, me më dhënë sa të dushti, vetëm nga vllaznies dhe mu largu. Pra mos mije për rrugat, sepse unë du të rri këto. Nuk du mu largu ma. Dhe më ka thënë, pa marak që do të rregulloj. Ishte diku të 2 muaj pa maru kampionatin. Ndërkohë që vishin lojtarë tjerë, bisedoshin, bishin dakord, zbishin dakord e tjerë, ndërkohë që mu se më erdhi rradha asnjëherë. Ndërkohë Shpëtim Gjika i Flamurtarit merrte në telefon. Nëse ti nuk rrin te vllaznia, ti do vish vetëm në Vlorë. E më kishin përnantu ata mu. Dhe unë i dhash i fjalë burrash Shpëtim Gjikës, që nëse unë nuk rri në Shkodër, unë do vi në Vlorë. Ja kisha dhënë fjalën. Pavarësisht se po më kërkohet e Kuksi, po më kërkohet edhe Skënderbeu. Në atë periudhë. Prit 2 muaj, nuk u bën njëri gjallë, nuk u ndërtu skuadra, nuk u bën asgjë për vllaznin. Nuk më thirrën më as për kontratë, ndërkohë që po ju thoja orës si doni, sa doni, nuk ka problem hiç më. Unë thjesht nuk du mu largu nga Shkodra. Ky t'ja vuna detyrim, por edhe me 2 lek nuk rrihet dot, sepse kisha arriti po themi status tjetër të lejtarit, që unë nuk rrisha dot. Duhej një diferencë. Duhej pak i diferencë, nuk ishte më ajo që ju po merrni 10 fishin tëm. Se s'kishte kuptim, unë kisha 5 vjet aty.
Pra, i farë paget duhet ma jepnin. Por, jo që i farë paget, pas i loj paget. Nuk u diskutu ma Heshti. Edhe mu duk si kur ato po më largoshin vetë. Më të thonë drejtën. Që të flasë dhe t'jem realist. Dhe përfundimisht u myll kapitulli tek Vllaznia. Nuk më ofroi kush kontrata asgjë. Di që ka vujt Vllaznia 2-3 vite, rresht. Për mbijetuar. Për mbijetesë, ishte në ujra shumë turbull të vite, kesh në vite me plas nesën. Në darkë vonë kam kontaktu pastaj me Shpëtim Gjikin. Dhe më ka thonë, nesër mjes. Do t'jesh në Vlorë. Nesër mjes më thamë ardhë në Vlorë. Mlolli gjithë hajke në futbollit shqiptar Shpëtim Gjika. Ku ishin më të mirë? Me emra po flasë, se fusha pastaj tregot tjetër gjë. Por me emra, mlolli gjysë në kombëtarës. Edhe isha unë në projekt Ernest Gjoka trajner. Shkova në Vlorë, rash dakord se ai ishte burr, s'kishte llafe atë, jo po kështu jo pashtu. Sa vlej kaq. Të pëlqen, jo se m'pëlqen, do më shumë, mendoj që vlej kaq. Urdhën ja ku i ke. Ishin muhabetet e tij. S'kishte fjalë tjera. Ç'a ndodhi? Unë shkova me aq dëshirë në Vlorë. Sepse të gjithë thoshin, po Vlora është veni namën, nuk jetë kërkujt atje. Po shkova me aq dëshirë që thash, o do ecë edhe këtu s'ka. Se unë kisha qenë gjithmonë sfidat. Aty ku ama vështirë aty shko. Aty testoje vetëm. Për fat keq, kam nejt 2 muaj të Flamurtari, kemi bën vetëm steridje neshë mitësore kështu. Për fat keq Shpëtim Gjika u tërhoq nga futbolli, nga klubi. Nga klubi. U tërhoq. Ish kryetari i bashkisë. Po. Shumë i nderuar, respekt gjithë jetën për të. Ai u tërhoq nga klubi dhe na tha që unë u dorëzova, burr, na erdhi aty. Gjithë në që po thoten, që unë jam... Me erdhen kushtet? Po, me erdhen kushtet unë nuk me erdhen thëma me futbol. Mas, thash. Kishte edhe 2 javë me fillu kampionati. Kuksit i kisha thënë jo, Skënderbeu i kisha thënë jo. Sepse kisha dhënë fjalën atij, se nga njerë vlen burrnia para lekut. Po, fjala është I herë duhet t'jesh burr, pastaj shift të mirat materiale. Unë ja kisha dhënë fjalën atij. Unë i thash edhe Safetit, po edhe Tantakes që nuk mundem. Ja kam dhënë fjalën, orë me ditë se s'm jep asi lek. do shkoj të luaj një sezon. Unë do shkoj atje, sepse ja kam dhënë fjalën. Nesën hyni Shpëtim Gjika, tha çuna, tha unë nuk e kam ndërzu futboll, nuk merrem më me këtë punë. Ja bën zoti i marr, tha kush të mundet të largohet. Gjen një rrugë. Po gjen një rrugë. Unë isha me familjen. Kishim marrë dhe shtëpinë. Qa me ba, si me ba. Nesën, unë nuk më rrit dot se unë nga Lezhë, me ne në Vlorë, janë shpenzime shumë të mëdha, familjen me vete. Se isha dhe djalin. E i thëmë bashkëshortes që du të thena, ngarkoj makinën edhe herë, mush me makinën me rroba që kishim materialet ne, edhe të u këthy në firë, në telefon. Armando Cungu, trajneri i Kuksit. Ko që të janë se bukë. Unë du me thonë, fiks që më ka thonë, sepse nga njerë du të flasim, lieshëm dhe pa dërashka. Edhe më thonë, hamër krymall, tekstualisht ishtë tonë. Hamër krymall dhe më thonë, po ta që të me ba? I thosh t'i isha, të u këthyjam. Po ku i e në firë? Mirë dhe hajde kalëm Tiranë. Tek zyrat e Safetit. Ata më doshin me sërsman më. Hajde, tha më sikë për Lezhë. Më dosha mikë për Lezhë. Një shë e kisha makinë, plotën, fëmijën e vogël, bashkëshortën. Edhe, hajde, nesën shkova aty të Garda Republikës, aty i ka zyrat, i kishte, i ka prapë. Si do e bojnë, tha? Tash i thash ti e di. Por unë i thash me burrni Safet, sepse burrnia është para lekut. Tash ti e keni dyti, i thash, më ke marrë telefon. Se unë fare mirë di isha me në Korçë. Me rivendos marrëdhëniet me Korçën? Po, me rivendos marrëdhëniet. Di isha me marrë direkt presidentin e Korçës, një qa u prish këto në Vlorë, a mund bëhen gja për të Korçë. Tash ti i thash Safet, unë ja kisha dhënë fjalën burrit, Shpëtimit. Nuk kisha si me i dal llafet për çështje lekësh.
sepse në atë kohë Kuksi kishte financa mosbet. Por nuk vuna lek para burris, nuk i vuna. Dhe nuk i vej prap. Prap si vej, prap mund këthy mrapsht, prap nuk i vej. As sot e kësaj dite. Tash i thash ti, i thash me mëllon, qatë dush ti, s'ash problem. Edhe 2 javë i thash filla kampionatin, unë me stërvitje jam. Ti i mërës djath e ke, e ki ishte një mërës djath. I thash, sot dush ti, a i e knaqen me kaq? Okej, i thash, direkt. I thash, nuk mund të tham jo, sepse... Kështu erdhen... Po kështu erdhen situatat, i thash, dhe nuk mund të tham jo, sepse nuk du me hynë pazar, i thash. Me gjithate, me kalimin e javë, i thash, ti ke për të mëllanë ma tepër. Pra nuk e mëlla që sa mund t'isha unë i knaqen. Por i thash, dakord. Edhe aty gjetëm shtëpi, u shkarku me, fillova punën e me Kuksin kam lujt, neshën e parë ka qenë me Trabzonsporin. Kupat e Europës. Ka qenë play-off. E ke fillu me ndeshje ndërkombëtare? Direkt, pra pa fillu kampionati. Sepse neshja e parë e kampionatit ka qenë lushni me Kuksin. Dhe ka qenë neshja me Trabzonsporin në Çamal Stafa në atë kohë. Unë kam fillu nga bankina neshën, sepse ishte mbrojtësi djathtë Peçini dhe normalisht që duhet të kesh respekt për atë që ishte pjesë e historisë të Kuksit. Pa tjetër, se kishte arrit me kalu 3 turnë në Kupat e Europës, kishte bën një sezon shumë të mirë, po vazhdisht se pastaj mbasi erdha unë ai u largu, më erdhi jashtëzakonisht keq që u largu, po futbolli kështu e ka. Po. Në nesha parë ka qenë me Trabzonsporin në Çamal Stafa, pastaj e dyta ka qenë në Trabzon, dhe pastaj ka filluar kampionati. Kam nejt 2 vite me Kuksin, 2 vite të shkëlqyeshme, të jashtëzakonshme. Kam njoft njerëz të jashtëzakonshëm, që ruaj lidhjet sot e kësaj dite, me to hyjmë dhe dalim njëri me tjetrin, njihemi, ngjohemi në telefon her pas herët. Kam një histori shumë të bukur, po kam edhe histori të hidhur te Kuksi. Nuk ka se çdo gjë ka shku vaj, sepse kam pas, edhe aty kam pas një periudhë të vështirë. Ma viti i dytë ka qenë, kur unë jam dëshku neshën e fundit kampionatit me karton të kuq kundra Skënderbeut. Ka qenë në Kuks neshja, edhe ishte me dalë kampionon e Skënderbeu. Unë kam dalë me karton të kuq minutë 21. Kam dalë me karton të kuq 2 të verdha, Albiter Kriden Smeta, ju luta, aman më fal. Janë 2 ndërhymje, njëna pas tjetrës, por normalisht Albitri mund ta jap të verdhën e parë dhe dytën ty të paralajmëron që kujdes të ndërhyrja e tretë se nuk të falma, nuk më paralajmëroj asnjë gjë, ju luta. Vetëm direkt me të kuq. Më dëmtoi shumë ai kartoni i kuq, si emër, si njeri, e kam vujt jashtëzakonisht shumë. Më beso, aty kam nesë sigaren për herë të parë. Mas asaj neshjes, unë kam nesë sigaren për herë të parë. Lusha futboll. Unë ndjeva jashtëzakonisht i mërzitën sa që mendova, thash, të tërhiqem, sepse dolën shumë llafe. Si në Shqipëri. Si në Shqipëri, si në rëndon. Se nuk du t'jemi i fshet, du t'jemi drejt për drejt me ato që them. Dolën shumë llafe, shumë muhabete. Jo e bëni qëllimishte, jo e kështu, jo si në Shqipëri. Si llafe tonë. Po. Që kur në jetë, as përzijem, as do të përzijem dhe që të vdes. Se nga që jam kënë dhe jam njëri shumë i drejt, që të mund kam thonë që e drejta jam e ka për dalë. Nuk bëhet fjalë, nuk diskutohet kjo pjesë. Edhe i thamë Safetit 2 fjalë. Dhe gja i thash, unë do largohem, kisha 10 vit kontrat me Kuksin. Unë i thash do largohem. Këta lafi i thash, që kanë dalë, po është e përpjet. Nuk është i thash, edhe ju i keni thamë. Nuk e di. Deri që ti vërtetosh ti. Deri që ti ke i thash mundësit me e vërtetu, ke financat, ke miqësin, unë s'kam asnjë gjë i thash. Asnjë gjë s'kam. Ti i thash i ke gjitha mundësit. Me e gjithë që unë të kam dëmtu ty me qëllim, apo e kam ba instinktivisht që është nga ngarkesa neshës. E i thash, jo, dhe Fatime, ja, i thash, ma këtu, ja. Por i thash, Zotja lartë, do e shofim se ku do dalë ky muhabet. Mbas një viti më ka marrë telefon. Mbas një vitit, Safeti personalisht lash një intervistën për Kuksin dhe më mori në telefon. Tha, nuk më tha je djali mirë, je burri mirë, më tha.
Dhe kem bani shumë përshtypje. Është bind të një fazë ndyrë, edhe pendes, po themi ne. Ishte bind, jo vetëm ai, gjithë rrethi që unë u sulmova nga, se nuk u sulmova nga gjithë kuksi, jo. Nga një pjesë... Qarqet saktore që s'kan dasht, ose për ndonjë konjunkturë tjetër, nuk është se mund t'i kenë patur gjitha me ju, para se... Shqyqur prapa Allah jashtë gjallë, të ketë jetë në gjallë. Nuk më tha je djali mirë, po je burri mirë. E ke derën e kuksit hapun kur dushti. Kur të mërzitësht i klub tjetër, ti më artë unë. I thash mu, kjo mjafton, sa vetë, por edhe për mu ti je burri mirë, i thash. Sepse edhe në moment, kam pas një moment vështirën të kuksi, kur pa ta kalu një smundje, dhe më ka nejtë gati, Safeti personalisht, por i thash të ti e burri mirë. Në qëfë se më do ke mundësion prapë të kuksi do vej. Por u largova dhe pa ta shku të Tirana, dhe më dhanë mas 2 viteve të kuksi, kam i të Tirana. Ekipi më i kotuar. Por ngel pishman, sepse me kuksin huma finalen e kampionatit, huma finalen e kups, kundra Flamurtarit. Me Vllaznin kam humbur finale kampionati me Tiranën në fund. Në Tiranë në ka mund Tirana 2001. Kam humbur finale me Kavajen, unë po flas si futbollist. Finale me Kavajen prapë që Marsafa me Vllaznin. Janë disa finale që më kanë ngel, sepse unë futbollist nuk kam asnjë trofe. Unë jam futbollisti i finaleve të humbura. Po. Unë çuditërisht kam humbur po thuj se çdo finale, futbollist me sa më e menon, për qysh se kam fillu po. Interesant, ndoshta jeni një futbollist i vetëm që se në përgjithësi humbjet nuk është se i lançojnë njerëzit, futbollistët, por jo, kjo është e vërtetë. Kjo është një tipar dallues i juaj, jo vetëm si futbollist, por edhe si forcë karakteri. Të kalojmë periudhën e beslidhjes shkurt si futbollist edhe si trajner, por në fakt unë doja që të kaloja me aq sa di unë dhe në shembuj që kemi ka rezultuar se një futbollist i mirë nuk është se bëhet trajner i mirë dhe anasjelltas. Ju keni qenë një futbollist shumë i mirë dhe ndërkohë që jeni ndër trajnerët më të mirë që ka trajningu shqiptar. Si u lindi ideja për të bërë trajner? Shiko, në përgjithësi futbolli... Do të kërkoja misisht të kalosh modestin, pra të mos mi kalosh, se këto që them unë janë të vërteta, pasi unë kam punuar gati një javë për të ditur se kush është Ditan Smali, që edhe pse kam pretenduar që e njoh, nuk e pas kem njohur aq sa duhet ta njoh. Shiko Martin, të gjithë futbollistat në përgjithësi, kur punojnë me trajnera, ndoshta këtë e kam thënë dhe unë. Ndoshta. A di çfarë thënë futbollistat? Mos, trajner nuk bëhen. Domethënë as ngarkesë, as nga ana mendore, nga ana psikologjike. Nuk është e thjeshtë që ti të bësh trajner. Absolutisht jo. Tashti, unë si natyrë kam qenë që të moshat e kombëtarëve. Tek shkolla e mjeshtrisë. Në ekipit e para ku kam luajt, kam qenë karakter shumë i fortë, 1, disiplinë të mërshme bëjnë 2, dhe jam kanë, po themi, tip lideri. Pra disha me kontrollu grupin, skuadrën, ku kishte pak natësina, shko fol me këtë që janë pak, pra futbollist po flas, jo trajner. Se trajner po që po tash. Po vor edhe kur isha futbollist, u munosha që gjithmonë në skuadrën mos të ketë asnjëherë probleme. Pra në gjitha oazet e krijuara, vetë ka dal roli i individit, roli i liderit. Pra patjetër, po. Keni ndërhyrë për të rregulluar ekuilibrin. Shumë herë. Edhe kur trajnerat kishin pak natësina, duke filluar tek Profesor Mireliosa, tek Kudion Agim Canaj, Armando Cungu, Hasan Lika, Shkelçi Muça, janë pa fund. Trajnerat huj, u munosha gjithmonë që edhe kur kishte në pak natësi, shkosha, komunikosha vetë personalisht. E shifsha trajnerin e mërzitën, shkote loja, ose edhe kur luja vetë do, nuk isha mirë, shkosha, komunikosha. Dosha që gjithmonë t'jem tip amortizatorit në skuadrë, edhe futbollist. Dhe besoj që ja kam arrit me gjitha klube që unë kam luajt. Unë 1 vit kam luajt e Tirana, 1 vit,
Dhe unë sot gëzoj respekt maksimal. Nuk ka ditë që mu nuk më marrë në telefon, duke fillu nga krye tifosi e me radhë. Se e kam pas vetë në natyrë. Pastaj ka qenë Fatima, se më kam punu me trajnera me bagazh shumë të madh. Dhe jam munu, se e kisha atë idenë, do bëhem trajner. Biles një trajner, nuk du m'ja dhanë emrin, pa është trajneri maj një në Shqipëri, sot për sot. Unë e kisha trajner tek Tirana, e lu dëmtova i periudhë 2 javore. Edhe i thamë profesor, ma jepi program, që të kapi ritmin shpet. Pra isha dëmtu dhe visha mas dëmtimit, i thash, ma jep i program. Edhe ma dhaj, për direkt, duke shkrujt, e i thash, por kjo me sa bëhat, si bëhat, tek bëhat, jo koha, jo kjo, jo, kisha qef me pyet. Edhe më ka thonë tekstualisht shumë. Mërdi, 4 orë dhe më bëhat trajnerti, është trajneri me mirë në Shqipërisat. I thash, ja më qa trajnerti, thamë për çfarë, po thjesht pyeta me du me dit. A kuptën? Dhe fati malë ka qenë se më kam punu me trajnera me bagazh shumë të madh, duke përfshi edhe Gjani Debiasin e Kombëtarës. 2 herë kam qenë i thirrën dhe me Kombëtarën, dhe jam munu që nga pak të marrë të gjithë secili. Pjesët më të domosdoshme. Pjesët më të mira të atyre dhe më të domosdoshme për ty. Por edhe më të këqijat. Që këtë të këqijen mos e ba. Ku unë të hyjë të rangu i trajnerëve. Edhe ka qenë një mes shumë e madh, se disa thojnë, kur i pyet, a di çfarë thojnë njerëzit sot për shembull, ç'a je ti trajner? Po ç'a licencë ke? Se ta bojnë këtë pyetjen. Ç'a licencë ke? Nuk bën licenca trajner. Ta harrojnë, shkon merr ti, domethënë licencën ku dush ti. Morë në Shqipëri, morë në Gjermani, morë ku shkon merr ç'a dush ti. Natyra, karakteri, psikologjia, komunikimi janë disa element. Shiko, unë në shkollë nuk kanë se kam qenë shumë i mirë. Nuk kanë se jam kanë ai që ka lexuar pa fund apo ka shkruajtur pa fund. Unë qysh se jam bën trajner. Po kam shkruajtur shumë. Po kam lexuar shumë sa s'ma kishte marrë mendja se do lexoj dhe do shkruaj kaq shumë. Sepse ti kërkon vetë dinamika e punës. Ti kërkon dinamika e punës dhe trajner ti nuk ke kohë as me marr frymë asnjëherë. Asnjëherë nuk ke kohë për të marrë frymë. Ndryshon nga jo çanunit futbollist. Ti trajner do t'i jesh 24 orë se ç'a do bash për ditën që vjen. Iko jo ditë për ditën që vjen. Iko jo vjen nesha. Mas neshës ti duhet të shofesh ku ke gabu, ç'a ke bën, si qysh tek. Është ngarkesë aq e madhe sa nganjëherë tha me vetë ç'mu desh u bën ata njerëz. Ja kupton? Ngarkesë. Është ngarkesë sepse ti ke presionin e familjes, se për një moment e harron familjen. E harron se nuk ke kohë. Po nuk ke kohë ti përkushtohesh në të gjitha detyrimet. Do të thonë ti bashkëshortja do thotë orë pritje mos jam i ëllënë ose djali. Pra do thotë pritje bab se jam allon. Ti menen vetëm atje, po është puna, dinamika. Ti ke presionin e qytetit, se ke i qytetin në shpinë. Se çdo dështim do thonë trajneri, nuk thotë kush futbollistat. Çdo fitore, çdo ashtu është e lojtarëve, kjo nuk diskutohet, unë e kam thënë dhe e them. Dështimi është i trajnerit, merita kur fitohet është e futbollistëve. Pavarësisht pastaj se gazetarët, mediat arrin të kuptojnë që është dhe meritë e trajnerit. Po patjetër. Ti ke presionin e presidentit, që ty të kërkon non-stop rezultat. Ose ky nuk po shko mirë, çka ka ky, merru me te. Ky nuk e kanë pozicionin e vet, se kallën nga këto president që thotë, ore ky nuk kanë pozicionin e vet. Mu më duke sa në pozicionin e ti, për shembull, unë trajneri, por presidenti thotë një gjë, mos është ma mirë këtu, vjen të thotë dikush tjetër, ore ky, mos do më thonë fillo, edhe ti nuk je qita se mos më besu edhe vetës. Si beson as vetës. Por nuk ka pozicion i lehtë i çanunit trajner. Iliria, një ekip i dal kampion kategorinë e dytë, dhe në kategorinë e parë, për mendimin tim, po bën mirë. E sulmuar ndërkohë, e them me bindje këtë, sajuan ose u sajua edhe incidenti me Skënderbeun. Në konceptin tim unë e kam shprehur edhe në momentet e tjera, Iliris i është rënë paksa më shumë se duhet në shaf. Sa duket Iliria do të jetë pengesë, do të jetë pedane, mos kalimit lehtë nga ekipet pretendente? Kjo nuk diskutohet
që dhe jetë kështu. Unë të Iliria kam shku, po themi, rishtazi. Mbas një sezoni tek Beslidhja që dështum neshën e parafundit kampionatit ka qenë me tribunin e Puks. Kemi dalë një rezultat 3-3 dhe ngelëm pa hynë kategorinë e parë. Realisht mërzitja ishte jashtëzakonisht e madhe, bashkë me presidentin, sepse jo se u bën ndonjë investim kush e di se çfarë, por atë skuadër ndërtova vetë. Pra atë skuadër unë e pata ndërtu vetë. Mora disa lojtarë nga Shkodra dhe pjesën tjetër i kisha gjithë Lezhën, me një buxhet simbolik, modest, arritme me bën gjanat maja, por mos harro që Allah të vitë Bestia ka qenë shumë e sulmume nga kundërshtarët, shumë. Por na gati deri në finish arritëm. Pastaj se që ndolli, si ndolli, ato janë pjesë tjera. Por edhe sezonin e dytë unë fillova me Beslidhin. Dhe unë i thash presidentit që me këtë skuadrën nuk mund ta tentoj dot kategorinë e parë. Ndërkohë presidenti ishte i bindur që skuadra është. Ndërkohë unë i thosha nuk është sepse ne jena largu 7-8, mos gabojmë. Pra ishin largu shumë lojtarë. Megjithatë, për të ndihmuar qytetin, për të ndihmuar dhe presidentin, unë e fillova. Stërvitën e bile kemi filluar shumë vonë, si këtë vit, gati. Por fati jonë që kalendarin e kishim të lehtë. Po. 2-3 javë të para. Dhe ishte periudhë shumë e vështirë. Dhe vendosa mu të rheka, edhe me mirë kuptimin e presidentit, thash, nuk mundem, sepse unë Beslidhen du me qunë kategoritë parë. Nuk mund të shof në kategoritë dytë. Realisht nuk mund të shof. Dhe unë me këtë skuadër, mendoj që nuk e rritë do të objektivin. Tërëq. Edhe më tha, okej. Mas 2-3 javësh, më ka ra telefoni, ka qenë djali i presidentit, Nazmiut, Selmanit, Adolfi, aja është ban sebeb, dhe një mik tjetër nga Fushkruja, që ma kërkohë me pa tjetër, me shku, tha dhe me animu. Sepse du me të ardhe të mua beti që na kanë sulmu edhe pa drejtësisht. Sulmi ka që vjetë. Nuk ka lidhje me këtë vit. Që vjetë. Dhe neshën e parë me Iliria, unë e kam marrë vend 4 ose 5. Ilirin. Beslidha ka qenë 4-5 pikë para Iliris, ka qenë Sopoti para, ka qenë Luzi para, ka qenë Puka para, unë e kam marrë vend 5. Dhe kishim neshën me Luzin. Pra të qenë javë parë që e kam marrën, ne kishim neshën me Luzin. Kam pas 4 ditë kohë për të përgatit neshën. Dhe natë neshën ne jemi ndëshku. Na është anullu një gol pa drejtësisht. Po. Në qoftë se kemi kujtes. Po. Unë ndërprej ndeshja, dhunë mediat mos pyet, ndërkohë asë gjanë s'kishtë ndodhë, por të ashtë ti mu më anullon një gol pa drejtësisht, unë normalisht që do vitë protestoj. S'kam drejt as të godas, as të fyj, por të protestoj po. Që pse bane? Dhe edhe aty u dhunë e malla, nej, aty u dënum, më janë dënu 3 lojtarë, mu dënu fusha prap, 10, dol me 1-1, na u anullu goli, edhe Nazmiu ishte gati mu dërzu, presidenti. Unë sa kisha shku. Ndërkohë, mu më hishin mesazhe, kur unë kam firmos për Ilirin, që me atë klub nuk ke për t'ja dalë kur. I kam unë mesazhe të dokumentu me këtu. Do vi momenti, që edhe mundi të regoj, nuk ka problem. I tregon kohë. I tregon kohë, fix. Më shkushin mu, s'ke për t'ja rritë kur, ata, kështu, ata, pa mirë, s'ka problem, nuk ka problem. Aja dola 1-1, filloja e pak shputja e renditjes, edhe u dërzu presidenti. Ta smerëm ma, tekstualisht kështu. Edhe kënë iniciatori unë, edhe Dolfi, djali vetë, që ne do punojmë shumë, nuk do flasim fare asë media, asë kërkun asë gjanë, por ne do vazhdojmë punën. Mblidhemi brenda vetës. Nga jo ditë, deri në fund, kemi fitu 16 neshë rresht, pa unala si herë, kemi fitu edhe finale. Edhe final me Luftaren e Gjirokastës. Dojnë me kampion, sot jemi në kategoritë parë, që asë kujtë se ka marrë menja, që Iliria mund dalin kategoritë parë, dhe Iliria mund tjetë kategoritë parë në këtë rënditje që janë sot. Dhe duke u sulmu nga 4 anë.
Se ne jetojmë Shqipërinë, e dim se ç'a bëhet. Martin, Allah ju mund të dini, pavarësisht se na nuk përmenim skenare, emra, etj, por realisht Iliria po sulmohet sepse po lut drejt. Po lut pa pazare, po themin. Fare mos, pa kompromis. Po nuk diskutohet edhe pjesë, nuk ka shans. E herë më president që një unë, nuk ka shans. Dhe po sulmohet se ne po luajmë drejt. Kaq e thjesht është. Ndërkohë fituat në transfert në Kukës, transfert të quaj edhe këtë, në gjitha ndeshjet deri në fund janë transfertet tashmë. Keni përballë luftar në Gjirokastër që unë kam një optikë që nuk është e lehtë Gjirokastra, por mendoj unë që do ta përballoni. Por unë do t'ju pyes për ndeshjen me 17 mos gaboj, është ndeshja në Elbasan Arena me Skënderbeun e Korçës. A do të ishte përgjigje më mirë një fitore i Ilirisë përballë Skënderbeut? Dhe a do t'i investoj fort kësaj ndeshje? Pa në vlerësuar ndeshjen në radhë me Gjirokastër. Nuk diskutohet. E para është ndeshja me Gjirokastër, pastaj vje Skënderbeu, por duhet nalem pak edhe te çështja e Skënderbeut. Kjo është puna më e vështirë tash e një trajneri. Se duhet të provu prap, po duhet të vim prap tek çështja e trajnerit, se çfarë do thotë ti je trajner. Kemi kaluar një 10 ditë. Martin vetëm ai që mund të ketë kaluar situata të tilla, mund të mbesojnë. Pra 10 ditë, që nga incidenti me Korçën, që në është edhe fjetë nuk kam heq. Një javë ankthi i vendimeve të federatës. Një javë ashtë ankthi i vendimi të federatës. Pastaj ankthi se si do përballoni vendimin. Si do përballojmë vendimin. Pastaj ndeshjet janë një kompleks. Janë shumë gjana që ti thash edhe ti s'ke kohë as me ne me familjen, ndoshta s'ke kohë as me fjetë, s'ke kohë me fjetë realisht, se je nëngë. Por çfarë do bëj, mu mungojnë 5 lojtarë, çfarë do bëj? Si do të ndërtoj? Si do punoj me skuadrën nga ana psikologjike sepse janë të goditun. Janë drejt shokut. Po s'është e thjeshtë, nuk e përballon. Nuk ka lehtë me përballu një futbollist që ti dënohen 5 shok, e ti dënohet fusha, e xhobitet presidenti. Nuk është e thjeshtë. Asgjë nuk ka thjeshtë. Dhe për këtë më kanë dhënë shumë merita, por merita është e lojtarëve. Që më janë bind mu, që kështu duhet me funksionu për të shkuar tek suksesi. Jam mundu të hy në mendjen e çdo lojtarit. Jam mundu me hy në çdo familjen e çdo lojtarit. Qa probleme shketi? Deri në detaje. Pse sot, po ja fus këtë nuk mi ke ba 200 metra pra. Pse më ke ba 190? Hajde pa këtu. Je i mërzitën. Qa ke, qa halli ke, qa problemi? Në familje, a janë mirë tonë? Ke nëjë problem me kënë? Flasun, qke? Do më thonë trajnjeri, do të me hyjë të familja. Të familja, në qofë se do me të jetë spuna, në qofë se trajnjeri vjen marën stërvitjen, e ikë vrap të shpia, pa ditë gjanë për futbolistat, që ka nëjë problema, si mund të zgjillim, që këto t'jenë sa më rahat në stërvitje, që këto t'jenë sa më rahat neshe, që ta interpretojnë neshen, ashtu si e do trajnjeri. Por trajnjeri nuk ka thjesht, trajnjeri me kap kronometrin, nuk ekziston kjo. Pra ne ka trajnjeri shumë të mojtë botës, se stërvitjen për qësëri din me banë gjithë. Po pse quhen trajnerët elitarë, trajnerët më të botës? Se ka në anën psikologjike shumë të fortë. Din me një lojtarit në zemër, din me një lojtarit tu. Pra, trajneri shëndet e familja. Pra ne i thamun, nuk ka çështje e licencët, a çështje sa lexo, dhe çështje sa shkru. Shumë e thjeshtë. Dhe sa je i aftë të deportosh brenda, po themi ne atij vulkanin. Po patjetër. Minutat kanë nesur që pa ndjerë drejtan, ndërkohë ne nuk do të bëjmë me shkelet madhe, po i 3-4 minutë do ta kalojmë ashtu. Shkurt rikthehemi tek Beslidja. Ka bërë një merkato cilësore, po bën shumë mirë, ka vetëm një barazim në Lezhë dhe këtë javë, po themi ne, ka një ndeshje të radhës, nuk është se du ta amplifikoj shumë, me Shirokën që ka pikë të barabarta me ne, por duhet thënë që ne kemi një ndeshje më pak javën e fundit. A mendoni se Beslidja vitinazhëm do të jetë në kategorinë e parë? Unë këtë nuk e diskutoj fare. E para, duhet të jemi mirë njës, kryetarit bashkisë Pirin Reu dhe presidentit aktual të Beslidhës, Pirin Fushaj. Por duhet të jemi mirë njës edhe presidentit që ishte. Se nuk është, Martin, nuk është të thjesht që ti të mash një klub futbollit.
Domethënë futbolli sot nëse ti nuk ke të ardhuna, është grop aq e madhe sa që ai grop nuk di mu shkon. S'mushet kur. Është grop shumë e madhe. Dhe nuk ka qenë thjesht edhe për presidentin që ka qenë, që ka dhënë gjithçka për futbollin, respekte maksimale. Dikush mund të thotë fjalë tjera, por unë duhet të them këto sepse kështu e mendoj, kështu e kam pa. Ka dhënë shumë për futbollin dhe të jemi mirë njerëz, dhe të jemi mirë njerëz pa diskutim. Kryetari i Bashkisë aktual Pirin Drell dhe presidentit aktual Pirin Fush që i ranë men për të bën diçka për beslidhjen. Se nuk mund të lehet më beslidhja në situata që nuk ka fush, nuk ka këtë, nuk ka atë, nuk prodhon futbollista, por nuk mund të jemi ne kaq me në fregista që ne mos të mendojmë hiç për futbollin legjand. Mendoj që apo e punë e mirë, pak e volume, do ta pranojmë, por fati mall që edhe pse u fillu vonë, beslidhja i arriti rezultatet, pavarësisht se dikush mund ta quajnë barazimin me Sopotin dështim, por nuk është dështim sepse ajo skuadër shumë e fortë. Mos harroni atë. Realisht është skuadër shumë e fortë. Skuadër shumë e fortë sepse ka ruajtur komplet skuadrën e vjetshme, unë e njeh shumë mirë. Dhe mos harrojmë këtë, Sopoti kishte 2 muaj stërvitje, Beslidhja kishte 2 javë. 8 ditë. Ditën e 9 kemi luajtur futboll. Ditën e 9 është luajtur futboll. Pra, diferencë jashtëzakonisht e madhe, kështu që nuk duhet ta mendojmë dështimin. Besoj apo punë e madhe. Afrimi i trajnerit profesionist, që jo se e njeh shumë mirë këtë kategori, por ka punuar në kategori nivelet më alta. Ka rullit ish kolekt e mi Vin Hoxhën, Alget Krujen, janë djem lezhet dhe ata japin gjithë shka për lezhen, kjo as këtë nuk duhet ta vëmë në diskutim. Kanë afru futbollista nga elita, nuk është e lehtë që ti të bindesh një futbollist të elitës, ta zbresësh 2 kategori më poshtë, nuk është janë emra cilësorë atë. Por duhen financa jashtëzakonisht mëdha, të cilat janë dhënë në dispozicion. Ja u ka plotësuar. Me sa ja mund një futbollistave nuk i mungo asgjë. Në Superligë edhe mungojnë. Superligë. Asnjë gjë nuk mungon. Pra, Beslidhja sot nuk i mungo asgjë. Ka stadiumin që e ka bën si me qenë në Air Albania, që unë e kam pa, dhe këtë merita pa diskutim. E investitori për tjetër. Ka në fushën e stërvitjes, që ti sot nuk ke nevojë më të bash stërvitjen në stadium. E prish dhe fushën. Ti u fushën, shkon e bën stërvitjen në Gajosh, dhe të gjitha tash rrugë të çojnë që ti nuk duhet të dështosh. A ndodh në futboll që ti mundesh me dështu? Ndodh. Se futboll është. Ne, domethënë ditën e shtunë është një ndeshje direkte e Beslidhjes. Edhe Shiroka Rishtasi ka hyrë kategorinë. Po, nga kategoria 3 me tërheqjen e albanëve. Me tërheqjen e albanëve. Dhe shënon kategorinë e parë. Dhe është domethënë don vendin e parë me Beslidhjen në pikë barabarta. Po di që ata kanë bërë merkato cilësore, ka investim serioz etj, por prap Martin unë them që Beslidhja ngelet Beslidhje. Emrat aty janë. Investimi aty është. Gjithë ai kanë, aty çka kanë këta? 90 minuta zjarë. I 90 minutë shkon ka. Për, si thujmë ne për qitë Ziza, për të knaqë qytetin e Lezhë, sepse besoj të jenë asë shumë leqan atje, unë në pa mundësi, normalisht i mene do të kemë atje për të mësur rezultatin, sepse do jemë neshe vetë. Për ata që në ndjekin, bëjmë me dije se do t'jemi drejt për drejt në transmetim nga Reshit Rusin, ose ku do zhvillohet ndeshja e skuadrës Shirokës, do t'a përcjellim për të interesuarit. 2 pyetje shkurt drejtan. Shpeshherë ju keni këmbgulur dhe përmendur të rinjt. Në një moment supozues keni 20 djemë të ri, 18-19 vjeçar, çfarë do t'u thojnë atyne? Nëse duan të ndjekin këtë rrugë. Unë jam dhe vazhdoj të jem partizani të rinjve. Të rinjë duhet i ndihmojmë, duhet i japim mundësit. Unë nuk po them që t'i japish një të riu që nuk e ka menën për futboll dhe nuk e ka menën për të stërvit, sepse i ri kam qenë thonë, nuk ma ka falë kush, por e kam marrë vetë.
jam nga ata njerëz që nuk vinë nga Pasanik, por vi nga një familje që ka qenë fukara, vi nga një familje që në është edhe bukën e gojës nuk e kemi pas, se kemi qenë shumë antarë 10 vetë, 8 fëmijë dhe 2 prind, janë 10 vetë një familje. Unë s'kam pas as kucë futbollit, pra shok, kush ishte rahat të shtëpia, rahat. Pak më mirë se sa të tjerë. Që kishte mundësi, i mundësosha këpucë, fati i keq, por dhe i mirë imi që vllai emigroi, u kriju në disa mundësi që ajtë më dërgohen të këpucë për të luajtur futboll, ndërkohë më thotë ti vetëm stërvitu, sepse për këpucë me ndajon, se s'kishim mundësi, tash u me hongër bukë, u me blek këpucë. Pra një krahasim krejt vulgar, motorin e kishe, pa ishet gomat të erdhen. Pa mundësi e jashtëzakonshme. Tash, unë të rivi ju them, besoj që e një qunë, dhe do të një qunë, këtë që thash, pak ma para. Pra pak puc, pa bukën e të bëjnë krahasime se si jemi një rritë këbres. Tash ti sot, që ka ndodhë sot, Martin? Sot janë të gjitha kushtet e botës. Sot ti ke pucën, ke topin, ke fushën, ka a telefoni, a teknologjia, a televizori, a kjo, i ka të gjitha. Qa ka ndodhë sot ka ik pasioni. Pra ne kemi pas pasion të të mërshëm, na mungoshin gjitha këto për pasioni ishte i të mërshëm, për të bënë futbolist. Sot janë përmbysur. Sot janë përmbys, është e kundërta. Unë ju them të rinjve, në qoftë se ju do jetoni me futbolin 24 orë, nuk ka nga shko pa të dalë në dritë. Në qoftë se ti do hash buke futbol ose buke top, nuk ka shko pa të dalë në dritë. Sa do vonë që të vija jo. Mos të dërzohen kur nga një padrejtësie dikujt. Kur mos të dërzohen. Por nga jo padrejtësia ati që ti e mendon që është me të vërtet e padrejt, aty si më dhe ma fort, që edhe këte të padrejtin ta kthesh me vete. Tri i riu nuk du të pushojnë kohë. Për ta mbyllur në një fjali shumë shkurt, çfarë do të thotë futbolli për Dritan Smajl? Futbolli është shumë, nuk mundesh me përkufizu me fjali, me gjitha dhe do i bi shumë shkurt. Unë kam 30 vjetë në këtë punë. Pra, futbolist dhe trajner bashkë. Me ullje në ngritje, me dështime, me suksese, me... Nga matë ndryshmet. Nga matë unë pak arrita me ti përmenë, sepse duhet edhe jemi se në tjetër me të përmenë prap tjera. Për të arrit me kuptu me të vërtet se që kam kalu në jetë. Se sa vështirë, a kanë për mu banë futbolist. Shumë e vështirë. Martin e mbesa, shumë e vështirë, sepse sot ti e kemë shtetin. Ta jep dikush i support. Unë e kam pas 0. Vetëm me djersën e ballet. Si gjanë tjetër nuk kam përfitu, e në kurriz dikuj tjetër, diçka të pa drejt. Çdo gjanë kam arrit me djersën e ballet. Dhe futbolli për mua jeta. Jeta si kam kushtu jetën. Sot jam 20 vjeç, nga vajet, dhe në 20 jam 30 vite. A jeta. Rinia komplet mu nga ikën fush. Dhe për mu futbolli kuptohet mas familjes, nuk diskutohet a jeta. Unë me këte jetoj. Do të vazhdojsh të duash që ke dash? Nuk diskutohet deri që të kem frem, unë futbollin e du si që kam dash villim. Njësoj. Të nderuar miq që na ndoqët. Kemi kaluar mbi 60 minuta së bashku, por i ftuari ishte disi ndryshe dhe e meritonte këtë zgjatje. Dritan, të faleminderit për këtë udhëtim që u rrëfeve këtu. Je modeli i udhëtimit tuaj në karrierë. Ju falenderoj për sinqeritetin dhe për shembullin e punës serioze. Suksese me Ilirinë dhe me të gjithë sfidat e ardhshme tuaja personale dhe familjare. Shumë faleminderit Martin për ftesën. Më vjen mirë që u rrëfeva përballë jush. Respekte, po bani një punë jashtëzakonisht mirë, jo vetëm për Lezhën, po edhe më gjerë, dhe për këtë jo vetëm unë, po gjithë komunitetit do të jetë falendërues
për këtë punë të jashtëzakonshme që ju bani, jo vetëm për futbollin, por për gjithçka, në jetë. Dhe shumë faleminderit për ftesën, kënaqësi që biseduam bashkë. Kënaqësia ishte Jonas bashku me Agustin Cilmarinin dhe të ftuarin Dita Asmali deri në emisionin e radhës. Mirupafshim.